Në qoftë se të ndodhet që të ngushtohet dynjaja, qoftë se të ndodhet që duket sikur po të mbyllen gjithë dyert edhe rrugët, qoftë se ndodh që ty po të bëhet sikur s'ke rrugë zgjidhje dhe po vjen drejt fundit çdo gjë, mos e harru kur wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Pasha Allah unë vetëm shejtani mallkum të shtyn që ti japësh fund jetës edhe të prishesh me Allahun tatë edhe të prish me njerëzit e dashur. Mos e vrisni jetën tuaj, mos e shkatroni jetën tuaj se Allahu është i mëshirshëm me ju, thot Zoti xheleshanu. Mos e harro kur Allahu ka mëshirë plot. Për momentin, kalon momenti, pasha Allah unë do i gëzohesh jetës tate, do kënaqesh, e do takosh një njeri të mirë, do t'japi zemër, do të ndihmoj dikush, do të hapi Zoti derën e mirësisë. Nuk vazhdon, nata sa do që të zjasi do vi agimi pa tjetër. Fe inne me alë usri jusran, me të vërtet, me vështirësin vjet lehtësimi, me vështirësin vjet lehtësimi, 2 lehtësime për një vështirësi t'jep Allahu xhaleshanuhu. Vetëm do i çik sabër dhe durim, secili prej nesh provohet, secili prej nesh ka momente të vështira në jetë, vallahi. Ama me durim.